Barack Obama, guximi për të shpresuar, mendime mbi rikthimin e ëndrrës amerikane. Të gjithë amerikanët ndajnë një grup vlerash themelore që pasqyrojnë synimet e etërve themelues. Ata patën larg pamësinë të shkruanin 2 dokumente kyçe që mishërojnë idealin amerikan, Deklaratën e Pavarësisë dhe Kushtetutën. Në thelbin e tyre qëndron ideja se çdo burr dhe çdo grua lind i lirë, me të njëjtat të drejta dhe mundësi në shoqëri. Megjithatë, etërit themelues e kuptonin se liria nuk vinte pa sfida. Asnjëherë më parë në historinë njerëzore, një demokraci e qëndrueshme nuk kishte funksionuar për një kohë të madh për një kohë kaq të gjatë. Për këtë arsye, liria personale mund të mbijetonte vetëm në një shoqëri që mbështetej mbi vlera shoqërore si familja, feja dhe patriotizmi. Një tjetër parim themelor është shpërndarja e pushtetit dhe refuzimi i çdo autoriteti absolut. Në historinë amerikane, asnjë mbret, general apo figurë fetare nuk duhej të kishte fuqi ta përcaktonte i vetëm fatin e popullit. Edhe sot, shumica e amerikanëve bien dakord mbi 2 ide bazë: lirinë individuale dhe mundësitë e barabarta për çdo qytetar, pavarësisht racës, fesë apo prejardhjes shoqërore. Këto vlera komunitare i bashkojnë njerëzit dhe mbajnë gjallë demokracinë. Ato vazhdojnë ta formsojnë mënyrën se si amerikanët e shohin veten dhe shoqërinë e tyre, shpesh aq natyrshëm sa merren si të mirëqena. Sot Amerika po përballet me një mungesë të thellë empatie. Partia Republikane promovon idenë e një shoqërie pronësore, që u thot qytetarëve: ti je vetëm për veten tënde. Në vend të mesazhit, jemi të gjithë bashkë në këtë. Ky këndvështrim pasqyron një klimë ku njerëzit nuk i marrin më parasysh nevojat e njëri tjetrit. Në vend që të ndërtohet mbi vlerat e përbashkëta, theksohen dallimet dhe ushqehet përçarja. Dhe si gjithmonë, ata që vuajnë më shumë janë grupet më të dobta të shoqërisë. A do ta pranonin amerikanët gjendjen e mjerueshme të shkollave në lagjet e varfra nëse do të imagjinonin fëmijët e tyre në ato klasa? A do ta justifikonin drejtuesit rritjen e pagave të tyre nëse kjo do të thoshte shkurtime në kujdesin shëndetësor të punonjësve? A do të luftonin politikanët kaq ashpër për çdo çështje nëse do të pranonin se edhe pala tjetër mund të kishte një argument të vlefshëm? Shumë nga problemet më të mëdha të Amerikës do të zbuteshin ndjeshëm nëse njerëzit do të përpiqeshin më shumë ta shihnin botën nga këndvështrimi i njëri tjetrit. Një qasje e tillë do ta bënte demokracinë më funksionale dhe do ta kthente politikën drejt nevojave të atyre që kanë më pak zë. Politikanët, biznesmenët dhe qytetarët e zakonshëm duhet ta kultivojnë një ndjenjë më të fortë empatie dhe ta bëjnë më shpesh një pyetje të thjeshtë: si do të ndihesh ti në këtë situatë? Politika amerikane ndikohet fuqishëm nga parat, grupet e interesit dhe media. Një fushatë e suksesshme kërkon shuma të mëdha financiare. Si pasojë, politikanët ose duhet të jenë vetë të pasur, ose të varen nga donatorët të fuqishëm. Me kalimin e kohës, kjo i largon ata nga realiteti i qytetarëve të zakonshëm. Ata kalojnë gjithnjë më shumë kohë me njerëzit që përfaqësojnë majën e piramides ekonomike. Rrethohen nga njerëz të pasur, udhtojnë me avion privat dhe jetojnë në një realitet ku problemet e përditshme të shumicës bëhen gjithnjë më abstrakte. Në të njëjtën kohë, politikanët varen nga grupe të fuqishme interesi, demokratët nga sindikatat, republikanët nga bizneset e mëdha, apo organizata si shoqata kombëtare e armëve. Këto grupe nuk veprojnë për të mirën e përgjithshme, por për agjendat e tyre, dhe politikanët mësojnë shpejt se mbështetja vjen vetëm nëse këto interesa kënaqen. Mbi të gjitha qëndron media. Politikanët varen prej saj për të dukur dhe për të ekzistuar politikisht. Për shumë qytetar, realiteti formohet nga mënyra se si media e rrëfen historinë. Ajo parapëlqen konfliktin, jo bashkëpunimin, përplasjen, jo kompromisin. Politikanët e kuptojnë shpejt se qytetaria dhe ndershmëria nuk sjellin vëmendje, konflikti po, dhe kështu ata përplasen, sepse kjo shitet më mirë.
Ndikimi i tepruar i paras, grupeve të interesit dhe medias mund të zbutet përmes financimit publik të fushatave dhe garantimit të kohës së barabartë në radio dhe televizion. Vetëm kështu, politika mund t'i afrohet sërish qytetarit të zakonshëm. Sfidat e sjella nga ekonomia globale rëndojnë kryesisht mbi punëtorët e zakonshëm. Gjatë dekadave të fundit, ekonomia globale ka ndryshuar në mënyrë drastike. Ndërsa globalizmi ka sjellë begati për shumë shoqëri, ai gjithashtu sjell sfidat e tij, veçanërisht për punëtorët e zakonshëm amerikan. Ekonomia amerikane mbetet ende e fortë sot, duke kryesuar botën në sektor të rëndësishëm si softwarët. Kjo fal rrjetit të shkëlqyer amerikan të kolegjeve dhe universiteteve, që gjeneron një elitë të aftë liderësh, biznesmenësh dhe inxhinierësh. Megjithatë, sot kompanitë amerikane përballen me konkurrencë globale. Çdo produkt i shitur nga kompanitë amerikane duhet të konkurrojë me mijëra produkte nga e gjithë bota, për të qëndruar konkurrues në këtë treg global dhe për të kënaqur aksionarët. Kompanitë shpesh jashtësojnë dhe automatizojnë punën, ndërsa shkurtojnë përfitimet dhe programet e kujdesit shëndetësor. Ndërkohë që kostoja e jetesës është rritur vazhdimisht, të ardhurat mesatare të punëtorëve të zakonshëm nuk kanë ndryshuar. Midis viteve 1971 dhe 2001, paga e tyre mesatare shfaqi rritje zero. Pse ndodhi kjo? Kjo është pjesërisht për shkak të konkurrencës globale, por gjithashtu për shkak të ekonomisë aktuale, fituesi i merr të gjitha. Punëtorët e zakonshëm marrin përsipër rreziqet dhe mbajnë barrën, por kur një kompani arrin sukses, shpërblimet zakonisht nuk shpërndahen në mënyrë të barabartë. Një rritje e fitimeve nuk do të thotë më shumë pasuri për të gjithë. Ajo nënkupton më shumë pasuri për ata që tashmë janë të pasur. Amerika ka nevojë për një sistem sigurime shoqërore dhe një kod tatimor që siguron shpërndarjen e barabartë të rreziqeve dhe përfitimeve në shoqëri. Amerikanët janë njerëz punëtor dhe të gatshëm për të marrë rreziqe personale. Kultura e tyre është një kulturë biznesi dhe në thelb të saj qëndron ideja se përmes punës dhe virtytit çdo kush mund të arrijë pasuri dhe begati. Meqense se amerikanët vlerësojnë punën e palodhur, ata besojnë se çdo person që punon me kohë të plotë duhet të jetë në gjendje të sigurojë jetesën dhe ta mbajë një familje. Por në dekadat e fundit, punëtorët e zakonshëm amerikan janë bërë më të varfër, ndërsa një përqindje i nivelit më të lartë të shpërndarjes së të ardhurave është pasuruar vazhdimisht. Amerikani mesatar e ka gjithnjë më të vështirë të përballojë shpenzimet mujore. Megjithatë, republikanët vazhdojnë të kërkojnë ulje të taksave për korporatat. Taksa mbi pasuritë e paluajshme të përshtatura për 1% më të pasur dhe shkurtime në programet e sigurimeve shoqërore dhe të kujdesit shëndetësor. Në këtë mënyrë, ata injorojnë faktin se ata që përfitojnë më shumë nga ekonomia duhet gjithashtu ta mbajnë barrën e saj. Gjithashtu, ata shpërfillin idenë se kapitalizmi funksionon vetëm për aq kohë sa ka konsensus të populli, edhe për aq kohë sa përfitimet dhe rreziqet ndahen në mënyrë të barabartë. Kjo nuk ndodh në një shoqëri pronësie. Besimi luan një rol kyç në shoqërinë e larmishme të Amerikës, duke i ndihmuar amerikanët t'i kapërcejnë disa nga problemet e tyre më të ngutshme. Ligjet e Amerikës bazohen në traditën morale judeo-kristiane. Shumica e reformatorëve të mëdhenj të Amerikës ishin të motivuar nga besimi, edhe ata përdorin gjuhën fetare për të luftuar për kauzën e tyre. Sot, Amerika nuk është më vetëm një kombi krishterë, është një shoqëri e larmishme që përfshin të gjitha llojet e feve, si dhe jo besimtarët. Në këtë shoqëri pluraliste, është e rëndësishme të pranohet fuqia e besimit dhe të diskutohet roli i tij brenda shoqërisë. Arsyeja dhe besimi janë mënyra të ndryshme të menduarit. Në politik, është e rëndësishme të argumentosh mbi bazën e parimeve që janë të arritshme për të gjithë anëtarët e shoqërisë, qofshin fetar apo jo. Nuk mjafton thjesht të vësh në dukje mësimet e kishës se dikujt për të argumentuar për një kauzë. Nga ana tjetër, feja ende mëson vlerat që ndajnë amerikanët: ndershmëri, simpati dhe disiplinë. Shumica e amerikanëve mbështeten te besimi për t'u siguruar për një qëllim më të thellë. Pa këtë forcë udhëzuese, shumë njerëz janë të humbur moralisht, gjë që mund të shihet për shembull në vrasjet e tmerrshme të bandave.
Organizatat fetare si kishat ndihmojnë në tejkalimin e disa prej problemeve më urgjente në shoqërinë amerikane. Ata sponsorizojnë qerdhet dhe qendrat e të moshuarve. Ata mobilizojnë antarët kundër shkurtimeve në programet sociale dhe pabarazisë në rritje. Ata na mundsojnë të mendojmë për ty dhe jo vetëm për syfaqësi. Barazia e vërtet mund të arrihet përmes ligjeve jo diskriminuese, bursave dhe mbi të gjitha me drejtësinë sociale. Parashikimet tregojnë se pak pas vitit 2050 të bardhët nuk do të jenë më shumicë në Amerikë, edhe pse shumë Amerikanë janë skeptik për imigracionin në shkallë të gjerë nga Amerika Latine. Ata duhet të kujtojnë se jo shumë kohë më parë, emigrantët nga Italia, Irlanda dhe Europa lindore u përballen me të njëjtin skepticizëm. Aftësia për të mirë pritur dhe thithur të ardhurit ka qenë gjithmonë një pjesë kyçe e madhështisë së Amerikës. Ideja thelbësore e Kushtetutës është se çdo qytetar është i barabartë dhe sistemi ekonomik i Amerikës ka ofruar gjithmonë mundësi për kudo që është i gatshëm të punojë shumë. Është bërë shumë përparim në drejtim të barazisë brenda një brezi të vetëm. Për shembull, varfëria e afroamerikanëve është përgjysmuar me klasën e mesme nga ky komunitet që është rritur vazhdimisht. Prapë se prapë, afroamerikanët dhe latinoamerikanët janë të nënpërfaqësuar në dhomat e këshillit të korporatave dhe në politikë, dhe pagat e tyre në përgjithësi janë vetëm 75% e pagave që qytetarët e bardhë i gëzojnë. Për të ofruar atyre të njëjtat shanse si amerikanët e bardhë, ligjet jo diskriminuese duhet të zbatohen kudo ku të bardhët preferohen vazhdimisht kur aplikojnë për punë, strehim ose kredi. Qeveria duhet të ndërhyjë. Gjithashtu, bursat për minoritetet mund të ndihmojnë Amerikën të shfrytëzojë një grup më të gjerë talentësh në ekonominë e bazuar në teknologji të shekullit 21. Amerika nuk mund të përballojë të mbajë jashtë universiteteve fëmijë të talentuar, por të varfër. Por një nga problemet më të mëdha me të cilat përballen afroamerikanët dhe latinoamerikanët nuk është fare specifike e racës. Punëtorët dhe njerëzit e klasës së mesme në të gjitha racat po vuajnë nga mungesa e drejtësisë sociale. Stagnimi i pagave, sigurimet e dobta sociale dhe shkollat publike që nuk u mësojnë fëmijëve aftësitë që u nevojiten. Problemet e lagjeve të varfra të qytetit mund të zgjidhen përmes arsimit dhe mundësive të barabarta. Shumë Amerikanë e shohin situatën në këto lagje me zhgënjim, duke menduar se ndryshimi është i pamundur. Rritja e zhgënjimit shpesh çon në thirrje për masa më të rrepta, forcë policore më të ashpër dhe gjyqtar më të rrept. Logjika duket se është, nëse problemi nuk mund të zgjidhet, të paktën të minimizohen efektet në jetën e qytetarit që punon. Por ndryshimi është i mundur. Shumica e problemeve rrjedhin nga mungesa e mundësive. Njerëzit që lindin në lagje të varfra vuajnë nga familje të shkatëruara, arsim i dopt dhe shpesh nuk kanë kujdes të mjaftueshëm shëndetësor. Ata mbeten të varfër dhe shumë shpesh përfundojnë si nëna adoleshente ose si kriminal. Një mënyrë për të dalë nga ky rreth vicioz është inkurajimi i vajzave adoleshente të përfundojnë shkollën edhe të shmangin amësinë e hershme. Për fëmijët që janë tashmë prapa moshatarëve, kur hyjnë në sistemin shkollor, nevojiten programe parashkollore, kujdes mjekësor dhe mbështetje për nënat, që ato të kuptojnë nevojat e fëmijëve të tyre. Shumë besojnë se droga dhe krimi janë alternativa vetme për të rinjt, por tregtimi i drogës është një biznes me pagë të ulët dhe shumica të rinjve do të kalonin në punë të ligjshme nëse do të kishin mundësi. Struktura e familjes ka ndryshuar dhe kjo e bën prindërimin më të vështirë. Normat e martesave kanë rënë, më shumë fëmijë rriten pa baballarët biologjik dhe prindrit kanë më pak kohë për fëmijët e tyre. Me koston e lartë të jetesës, shumica e familjeve kanë nevojë për dy të ardhura. Për të mbështetur vlerat familjare, duhen politika që e bëjnë prindërimin më të lehtë, akses në programe parashkollore, shkolla verore dhe mbështetje për nënat vetushqyese, veçanërisht në lagjet e varfra. Një treg i lirë ka nevojë për rregullim qeveritar për të siguruar mundësi të barabarta. Politikat e ekonomisë së lirë pa ndërhyrje shpesh krijojnë një shoqëri të ndarë, ku një elitë e pasur lulëzon, ndërsa shumica përballet me vështirësi. Një treg i lirë funksionon vetëm kur qeveria ndërhyn për të balancuar drejtësinë dhe efikasitetin dhe për të siguruar që secili ka mundësi të ketë sukses,
pavarësisht nga prejardhja. Amerika duhet të investojë në arsim, shkencë dhe teknologji për të qenë konkurruese globalisht. Kjo nuk bëhet duke ulur kostot apo duke ngritur barriera tregtare, por duke krijuar një treg të lirë ku kompanitë inovojnë. Qeveria duhet të ofrojë infrastrukturën e duhur dhe të sigurojë akses në arsim cilësor, që çdo individ të ketë mundësi për të kontribuar në ekonomi. Lëvizshmëria sociale është e mundur vetëm kur të gjithë kanë arsim të mirë. Sot, shkalla e braktisjes së shkollës së mesme është e lartë, tarifat e kolegjeve rriten dhe shkollat në lagjet e qyteteve janë shpesh në gjendje të dobët. Amerika ka nevojë për më shumë mësues dhe inxhinier të kualifikuar, jo vetëm për avokat. Edhe për të zhvilluar kompani inovative si Google, duhet të investojë në sistemin arsimor dhe kërkimet shkencore. Varësia nga energjia e huaj është një kërcënim për ekonominë dhe sigurinë kombëtare. Amerika kontrollon vetëm 3% të rezervave botërore, por konsumon 25% të energjisë globale. Investimi në burime alternative dhe efikasitet më të lartë të karburantit është rruga drejt pavarësisë energjetike dhe krijon vende të reja pune, duke ndihmuar industrinë e shekullit të 21. Në politikën e jashtme, sfidat e sotme janë ideologjike dhe shumëpalqe, jo vetëm ushtarake. Kërcënimet vijnë nga rrjetet terroriste ndërkombëtare, jo nga shtetet rivale. Amerika duhet të udhëheqë me shembull, të promovojë demokracinë dhe të mbështetet në veprime shumëpalqe. Demokracia nuk mund të detyrohet, por duhet përkryer në vendin tonë dhe të përdoret si model global. Veprimet shumëpalqe ulin koston edhe ndihmojnë në reduktimin e ndjenjes anti-amerikane. Mesazhi kryesor është se vlerat themelore që ndajnë amerikanët janë baza për arritjen e drejtësisë sociale, një ekonomi të shëndetshme dhe një politikë të jashtme të qëndrueshme në shekullin e 21.